208 fotograf nga 58 vende ekspozuan përgjatë këtyre ditëve në hollin e Teatrit Bylis dhe në Galerinë Wilson Kilica Fier. Në ditët në Fokus 16 u ndaruan në imemorie Aqi Golokshi dhe Leon Cika për kontributin e vyer në fotografinë shqiptare. Fokus, duke qenë se ka 16 edicione, mendoj se ka krijuar dhe një komunitet fotografësh ndërkombëtar, të cilët sa herë ka periudhën e tij të organizimit marrin pjesë dhe e sillin shpirtin e tyre, zërin e tyre në një platformë që ata e konsiderojnë të rëndësishme, por më të rëndësishme se sa fitimi i çmimi është pjesëmarrja në aktivitet dhe qenia pjesë e një komuniteti të madh fotografësh ndërkombëtar. Unë do ta them dhe do ta them gjithkohën që kjo nuk është punë e një njeriu, sepse kur e filluam këtë punë nuk e mendonim se do arrinim kurrë deri këtu, por është punë e një gjenerate të tërë fotografësh, kuratorësh, drejtorësh artistik shqiptar nga të gjitha trojet. Si të thuash, ishte ai elementi që dhe dëshira që ne të kishim një fotograf të rëndësishëm ndërkombëtar, njësoj si shtetet e tjera europiane. 16 vite më parë nisi si një iniciativë lokale për të shndruar një laborator të shpirtit njerëzor. Mbrëmja e çmimeve u ndërthur me interpretime muzikore, instrumentale dhe popullore si forcë e trashëgimisë që jetohet. Ringraziamo il Focus Award giunto alla 16ª edizione che ci ha dato l'opportunità, questa meravigliosa occasione di poter esporre qui questa sfumatura di dolce vita. È stata organizzata questa mostra itinerante che è partita da Rijeka, è andata ad Atene, adesso è arrivata in Albania e poi sarà a Fiume, e il tema è la dolce vita, che è un classico italiano, quindi è tutto il positivo, la leggerezza del vivere la vita che noi italiani cerchiamo di metterci, ecco, quindi. Në morinë e çmimeve nga fotografët shqiptarë, ju riavëtoi me çmime të treta Neritan Trifoni në kategorinë njerëzit dhe Vlasov Sulaj kategoria tem. Në fotot e ekspozuara erdhi bota njerëzore me shumë dhimbje dhe uri, pasojat të konflikteve të fiksuara në frame si kaste pa kufi. Në një kohë ku imazhi dominon komunikimin dhe teknologjia ka transformuar mënyrën tonë të perceptimit, perceptimi ynë nuk është më i lirë, por i kushtëzuar nga ekranet, ndikimet dhe inteligjenca artificiale. Fotot e ekspozuara përfshin përti realitetit në këndvështrime sfiduese, mendimi dhe dashuria përtej kufirit të shikimit. Ekspozita Focus 16 do shëtis në vendet të Ballkanit dhe në Itali e Spanjë. Primo posto per Sofia Elena Love in Myanmar. Nga Myanmari, Lim nga Myanmari me titullin Dashuri, pra puna e saj me titullin Love, Dashuri. Këta janë pra fituesit e kategorisë People. Çmimet do të shkojnë pa diskutim në shtëpi me urimet tona më të mira. Grazie të do. Grazie.
Ashna vera